Vllaznia po hyn në fazën më vendimtare të sezonit me një atmosferë tepër pozitive dhe me fokus maksimal tek përballja ndaj Dinamos, që do të hapë edhe garën e Final Four. Objektivi i kuqebluve është i qartë dhe i vetëm, fitimi i titullit kampion. Në prag të kësaj sfide, skuadra shkodrane paraqitet pothuajse e plot dhe me një gjendje fizike optimale. Stafi teknik i drejtuar nga Edi Martini po e përgatit ndeshjen me detaje, ndërsa sinjalet që vijnë nga grupi janë mjaft inkurajuese. Disponueshmëria e gjerë lojtarëve i jep trajnerit më shumë alternativë për të ndërtuar formacionin ideal edhe në një duel ku çdo detaj pritet të jetë vendimtar. Një rem shumë pozitiv për kampin kuqeblu është rikthimi i disa elementeve të rëndësishëm si Esat Malaj, Melos Bajrami dhe Kevin Dodaj, të cilët janë tash më të gatshëm për këtë përballje. Prania e tyre rrit ndjeshëm cilësinë në repartet përkatëse, por edhe konkurrencën brenda skuadrës, një faktor kyç në ndeshje të këtij niveli. Ndryshe nga fazat e tjera të sezonit, këtë herë nuk ka shqetësim për pezullime, çka e bën situatën edhe më të favorshme për vllaznin. Grupi është i plot, i motivuar dhe me moral të lartë, ndërsa atmosfera në skuadër raportohet shumë e mirë në këtë ditë vendimtare. Për të menaxhuar sa më mirë presionin dhe për të ruajtur qetësinë e grupit, drejtuesit e klubit kanë vendosur të largojnë skuadrën nga Shkodra. Kuqeblut janë grumbulluar në Ulqin, ku po zhvillojnë seancën stërvitore përpara se të udhëtojnë drejt Tiranës për ndeshjen e së shtunës. Mungesat e vetme mbeten ato të Charles dhe Kastratit. Për të parin ka shpresa që të rikthehet, ndërsa situata e Kastratit do akoma kohë dhe kontributi i tij në këtë fazë finale është i pamundur. Pavarësisht këtyre mungesave, tek vllaznia besojnë se grupi aktual ka eksperiencën dhe forcën për të përballuar presionin e Final Four. Shkodranët synojnë që të nisin me fitore ndaj Dinamos këtë fazë vendimtare, për të hedhur një hap të madh drejt realizimit të objektivit mallor dhe për t'i dhënë fund pritjes për titullin kampion.